si ndodhi që Hoxh Ernest Goga të bëhet hoxh? Falenderoj Allahun fuqiplot I cili në familjen ton para vitit 1900 një migj I babgjyshit tim I quajtur Mulla Emin Efendi Goga, hoxh I cili ka lindur në vitin 1853 në Pej, është hoxha I parë nga familja jon, e pastaj ai karrierën më të madhe në jetën e tij si hoxh ka shërbyer në fshatin Vrell, në komunën e Istogut, pikërisht në fshatin e hoxhës dhe dietarit të madh Sheikh Abdulkader Arnautit, dhe nga ai burr Allahu e mëshiroft Mulla Emin Efendi Goga, I cili është I varrosur në oborin dhe varrezat e xhamisë së fshatit Vrell, ka vazhdu në mënyrë kronologjike pa ndërprerje deri tani kur po flas në këtë podcast para juve. Unë jam hoxha I 8 me radhë në familje, për nga mosha I kam edhe 2 familjar tjerë që janë më të ri se une, është Hafiz Mehdi Efendi Goga, I cili është imam në xhamin e Sahatkullës aty ku ishte babgjyshi im, dhe vllau im I vogli Ernest Efendi Goga, I cili po ashtu është imam, dhe lusë Allahu dhul Gjelal që në familjen ton, qoftë ngosht apo më të gjerë, të mos ndërpritet kjo kronologji dhe kjo vazhdimsi, duke qenë shërbëtor në rrugën e Allahut dhe shërbëtor të fesë dhe shërbëtor të mirës e të popullit e të vatanit. Në thotë shumë I vogël kam qenë, dikun moshën 19 vjeçare kur kemi shkuar me I tep tek babgjyshi im Hafiz Sali, dhe mësimet e para dhe bazike I kam marrë për babgjyshit tim, prej tij kam mësuar ta lexoj Kur'anin, me të e kemi bë Kur'anin hatme, dhe pastaj në rrugtim e sipër kam mësuar edhe prej disa hoxhallarëve të tjerë, kisha me I veçu 2 hoxhallar shumë të respektueshëm, Haxhi Muhammed Efendi Gashin, një muderiz I njohur I kalibrit shumë të madh si dietar dhe hoxh I vërtet, I cili tani mo nuk jeton, si dhe hoxha I nderuar hoxha Recep Efendi Morina, I cili është një prej pionerëve të parë pas viteve të 80-ta kur atëherë komunizmi ishte shumë I ashpër. Ai kur kthehet nga Kairo, nga Ezheri, si imam në Pej, fillon dhe provon një rilindje në sferën e davetit, dhe pastaj Allahu deshti në vitin 92 pasi kemi kryer shkollën fillore, u regjistruam në medrezën e bekuar Alaudin në Prishtinë, një medrezë dhe një emër I cili ka dhënë shumë popullit shqiptar, gjithandej viseve shqiptare, nga se në medresen Alaudin nuk kanë mësu vetëm nxënësit nga Kosova, por edhe nga Malizi, edhe nga Maqedonia, edhe nga Lugina e Presheves, pastaj pas luftës edhe nga Shqipëria e kështu me radhë, dhe Allahu dhul Gjelal deshti që të na nderon të jemi në këtë rrugë. Po e përmbylli me një fjali, tër merita pas Allahut fuqiplot I takon babgjyshit tim Haxhi Hafiz Salih Efendi Gogës, Allahu e mëshiroft, I cili më ka eduku, më ka frymzu, që ne në atë kohë t'jemi nxënës të medreses, t'jemi nxënës të mejtepit, të Kur'anit, dhe të marrim këtë mision kaq të rëndësishëm, misionin I cili është vazhdimsi dhe trashëgimi e pejgamberëve të Allahut. Elus Allahu dhul Gjelal që t'jemi çdo herë të vendosur e të kemi përqendrimin dhe udhëzimin e drejtë të saktë në rrugën e Allahut te baraka wa taala, e të mos korritemi asnjëherë inshallah taala. Amin.